Kurora me lule margarita. Një kujtim i gjallë i fëmijërisë dhe i pranverës së shpirtit. Për ne, kurora me lule margarita nuk është thjesht një zbukurim i fëmijërisë. Është një simbol i thellë i lidhjes sonë me natyrën, me njëri tjetrin dhe me gëzimin e thjeshtë të jetës. Sa herë vinte pranvera, sytan kërkonin në përfusha lule margarita, ose ndryshe si quheshin lule dele. Si edhe lulet të tjera të njohura me një ndjenjë të magjishme që vetëm zemra e një fëmije mund ta njohë. Mbledhnim çdo lule me dashuri në përfusha dhe pyje dhe me duar të vogla e të kujdesshme, thurnim kurora për masat e kokës sonë, një akt i përbashkët që ushqente fëmijërinë tonë me dashuri dhe kujtime të bukura që s'ka stin t'i zbe. Ishin çaste harmonie, gëzimit të pastër dhe ndjenjes së përkatësisë. Nuk kishte teknologji apo dhurata që të konkuronin me atë ndjesi që na jepte natyra dhe pranvera. Mbledhnim gjithashtu buqeta lulesh për mamin e cila i vendoste me kujdes në vazo në shtëpi, duke sjellë aromen dhe ngjyrën e natyrës brenda mureve tona. Kjo kurorë margarite është më shumë se një kujtim estetik. Është një kurorë emocionesh, një dëshmi e një kohe kur lumturia gjendej në duart tona të vogla duke thurur kurorë apo dhe të kapura së bashku me të shoqeve në fushat e gjelbra dhe në zemrën që rrehte me ritmin e natyrës. Simbolika e lules margarita. Lulja margarita, ose daisy në anglisht, ka një simbolik shumë të pasur dhe pozitive në kultura të ndryshme. Ja disa nga kuptimet më të njohura. Pafajësia dhe pastërtia. Për shkak të pamjes së saj të bardhë dhe të pastër, margarita shpesh lidhet me pastërtinë e shpirtit dhe pafajësinë veçanërisht të fëmijëve. Dashuria e sinqertë. Në tradita të ndryshme, margarita është përdorur për të parashikuar ndjenjat romantike më do. Ndaj simbolizon dashurinë e thjeshtë dhe të pastër. Një simbolizim tjetër është fillimi i ri ose rilindja. Margaritat çelin në pranverë dhe shpesh përfaqësojnë fillimet e reja, optimizmin dhe shpresën. Simbolizimi i radhës është besimi dhe e vërteta. Për shkak të natyrës së saj të hapur dhe të ndritshme, lidhet me ndershmërinë dhe transparencën. Simbolizimi i radhës është fëmijëria dhe gëzimi. Shpesh përdoret në ilustrime dhe libra për fëmijë si simbol i gëzimit të thjeshtë dhe të natyrshëm.